mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë 2 prill të vitit të 2026. 35 vjet më parë në Shqipëri ndodhte një tragjedi që ti po nuk mirë mëngjes një herë, nuk isha as në mendjen e prindërve të mi. Okej. Sa do kenë qenë një orë ma do mendja. Kur ka filluar historia, koleg? Historia në 2010-ën. Okej. Për Fabiolin. Marrë. Ndërsa për Po jo, jemi lënë 2002. Pak më herët. Me gjatë 35 vjet më parë ka ndodhur kjo tragjedia, janë 4 heronjtë e 2 prillit Shkodër, por ma merr mendja në emisionet e tjera, në lajme kanë medale e kështu me radhë. Më shumë se. Tani, ti beson këto në këto rastësitë? Besoj, sepse jo çdo gjë ndodh kot. Domethënë, edhe ti si puna ime, që kur del nga shtëpia duhet kesh një rend të caktuar gjërave që mos të ndodhin rastësira. Po, mos të ndodhin. Për shembull, ti ku e ke, domethënë? Se unë e kam tek Çelçat. Tek Çelçat, patjetër. Tek Çelçat e dritave. Po. Patjetër. Ato duhet të jenë gjitha në të njëjtin drejtim, domethënë. Po, e kam gjën, domethënë çdo ditë është e njëjta rutinë, zgjohem mëngjes dhe ora 06:44 duhet më gjej në makinë patjetër. E 44. E 44 është fikse çdo Po ditë. gjeti e 43? Të shmendem. 45? Ua, s'bëhet fjalë. Ka dhe më rëndë se unë, koleg. Po ti, Dhe koleg. të mendosh janë më 3. Prandaj nuk bëhet ky vend. Prandaj nuk Qa ka? Qa ka? Qa janë këto fiksime më vlla? Jetoni më vlla. Për shembull, unë kafen e mëngjesit, nuk e pi kështu ekspres, e bëj moka. Ke Po, parasysh? e kemi Me filxhanin e Juves. E do patjetër më atë. Patjetër. Edhe unë kam një filxhan tim porcelani me Por, fjongo. kafen e drekës e bëj ekspres. Po, Me një filxhan trash. që të shijoj Po, shkuma, pra, kajma. gjëra se natyre. Këto janë gjëra që nuk duhet të shkelin, ndryshojnë. sepse për shembull ndodhin rasira, koincidenca etj. Ti koleg që bësi i shëndetshëm? Dhe a mendon që nëse mund të ndodh diçka ndryshe, për shembull nuk e pile me filxhanin e Juves, do ikë dita ters? Ikën dita ters. Po ti, koleg? Milanin, jam me Milanin. Okej. Unë e pi me Milan. Le të shohim koincidencën perfekte. Nuk ka, po hajtë. Janë shumë bukura vërtet. Shumë interesant. Shumë interesante. Këto mund të shkaktojnë entuziazëm. Po. Ky do të shumë interesante. Ose kur Shumë shoh interesante orën. për t'ju ndënjur, për t'ju respektuar ju koleg, se janë kot fare, domethënë për shihet e mia kot më. Prandaj të sëntershti. Jo, nuk është se me çka ka aty për Koleg, tu. dje kam pa një dokumentar të një nga naturalistëve më të famshëm, ndoshta është i dyti mbas Charles Darwinit, që është një buri vjetër i BBC-s, domethënë që është kështu David antropolog. Attenborough. Bravo. Dhe ai mori një cop guri dhe tha, duhet ta godas me çekiçta tamam te kjo pika këtu. E goditi, u hap guri fosile brenda. Bravo qoftë. 1000 pound. Kjo nuk të entuziazmon për shumë? Jo, koleg. Edhe një emri, David David Attenborough. Attenborough. Po tash kështu e ka. Si ti burgu po. I jashtëzakonshëm. 96, 97 vjeç. Ma. Për çështjen e motorave, kolegu nuk e pyesim. Asun, se nuk i kam qef. Asun, nuk e kam qef, atëherë bëjmë skip këtë E pjesë. bëjmë. Po le ta shohim për çfarë flet. Domethënë, jo, Kurioziteti është. kurioziteti vret macën, por Do shoh film sot. Po jedhë sy bigut. okej, e kuptoj, e qartë. Çfarë ndodhi dje? Selin u shpall kampion. Fitues. Po. Fitoi? Si ishte finali dje? Po projekt Tuchlin, e kam thënë që fillimun. Po. Mirë i shkret, siç kur stecën, Gjigu? do të eci në big. Tashmë është pozitiv Gjigu. Jo, po e përdori. Po tani. Tash çat bësh. Jo, unë për humorin aziatik nuk kam shumë idera, por kjo quhet. Në Shkopje një humori europiano perëndimor. Ashtu do ta dish se edhe këta. Ashtu, po pse na e ul entuziazmi prapë sot? Po pse e kështu më por nuk e di, nuk ka. Ne jemi mësuar me gjëra të fryera, me gjëra të lustruara, me gjëra. Ti themi gjëra siç janë. Le të themi ta pranojmë që toka është e sheshtë dhe ta mbyllim këtë mobe. Po. Pse se pranojmë ne? Po nuk është e sheshtë. Anon pak, po Shiko, mos je kaq e sigurt se del një ditë, domethënë që mund thua kështu, un kam një përshtypje që ndonjëherë e mendoj natën unë kur ulem flegjum në qyri kështu rrafsh. Sa mirë. mendoj rrafsh, po mos ishte, po tjetër mbullakët Do bija poshtë, pra do kërvati do ishte. Po, qartë, shumë e qartë, shumë e qartë. Është pak a shumë si zoti Trump, që çfarë thot sot nuk e thot nesër.
Me gjitha të kolegë, ka një gjë që është e rrumbullakët, që është e pa diskutueshme. Janë saçme. Kolegë tani. Kolegë tani. Do prova shkencore? Urdhëro. Kush i bën këto sot, është mungesë kulture, të lutem. Urdhëro. Si urdhëro çfarë? Meme. Po ku pra? Në parlamentin anglez. Ama! Edhe në parlamentin anglez? Po. Janë gjuetarë ata. Si duhet shkonim deri në parlamentin anglez, mjafton të ndalosh 10 sekonda në semaforët e Shqipërisë. Ato nuk janë saçme, kolegë, ato janë lojë me hipofizën. Prandaj kam punë këta orëlët, belgjisht e veshin. Ka një gjë më shumë se sa kërkim për uranium të pasuruar, është një lloj frikshme, një lloj vesi, një lloj Vendos që më pas ai u ka dhënë nervoz dhe ka njerëz që mendohen duke kryetur hundën, dhe ne njohim. Ore, kot të pyes, të themi në realitetin tonë, me të vërtet Moza është bërë kaq e famshme? Koleg, kam bërë një vëzhgim të Instagramit të Mozës. Kur e hapi, kishte gati 3.000 followers, ndjekës. S'kishte fare? Nuk kishte fare. I shkoj 5, ndërsa për një ditë 32.000. Nuk e di sa mund t'jetë sot, por numri rritet çdo ditë më shumë. Moza. Ta dinte Moza që njerëzit pas kam pasur nevojë për këtë, kishte hyrë te Big Brother njësh. Mua më shkrin këta që botojnë ose publikojnë poezitë e Mozës. Moza ka bërë një emision, po me sezone, bashkë me Ritën, në RTS për librat. Po ku shef program për libra? Tani Moza ka zbulu Mozën poete. Edhe këngëtare. Qen. Po a ka qenë Moza te kënga magjike? Ka qenë për para, çfarë trupi kishte patur në ato vite Moza? Ato që ka dhe sot, dhe më nuk është se... Ua, sa bukur ishte veshë me një crop top në pantallonat kuqe. Para 2010-ës. Po, pra. Filmin Avatar, ke parasysh? 100, 200. Tani, Moza në ka imitu atë. Kë? Që ja theme? Thuaj. Unë jam gomar. Ky treti që do të? Si u bëm kështu, më gole. Për të dhe në lezet më obete, si puna piperit. E qartë. Ledi o mirë mëgjesë, se më që në shetë. Si u bëm kështu, më gole. Nuk e di. Jemi bërkeq. Po e emri. Tani që u gjdoganua dhe poezia mund të vazhdojmë. Moza ka një të keqe, midis 100 të mirave që ka një të keqe. Del nga ferma VIP, po nuk kandiduan për kryeministër ose për kryetare bashkimi. Ka kandiduar dikur edhe në lëthat, e le këtë popull të kishtë Ka qenë deputete? Ka kandiduar apo ka qenë deputete? Jo, më duket. Nuk u bë deputete? E la. Se mbaj mëndë sigur e futi PD-ja në listë. Se di, nuk e qenë PD në pushtet në atë kohë. Më duket se nuk i pëlqeu qeverisja, me sa kam lexuar unë, nuk ishte dakord me ligjet, me gjëra dhe e la. Do më, nëse Moza ri më shumë se një muj dakord, do më atëre që pa. E ka fituar? Kë? Fermën. E ka fitu Moza? Kishin kalu legët në llogari. Ashtu. Por le të vazhdojmë programin, sepse pjesën e parë doja dedikojmë ditës botërore të autizmit. Pra është dita botërore ku ne duhet të ndërgjegjësohemi. Në fakt nuk duhet të jetë vetëm dita e sotme, por duhet të kemi çdo ditë ku ne të ndërgjegjësohemi pak për ta persona. Mund të themi që autizmi nuk është një kufizim, por është një mënyrë ndryshe e të jetuarit dhe të perceptuarit të botës. Dhe do të kemi në studio një panel interesant sot, do të kemi Shtirim Zaimi, është babai i Jonës, në fakt Jona është shumë e njohur në rrjetet sociale. Ka dhe një blog, do ta them blogun, në YouTube, ku babai i saj mundohet që të postoj çdo ditë episode të ndryshme të Jonës. Por do kemi edhe zonjën Adelina Torba, është mamaja e Mirsadës. Mirsada po ashtu është si Jona, por që miqtë e saj më të ngushtë janë Perit dhe Gjilpëra, që ndisë në mënyrë të paparë. Dhe një logopede, zonjën Eriselda Dyrmishi. Bogu. Më në fundë, në vend televizionit dhe një emision, mund të shërbej për një gjë. Ne shërbejmë çdo ditë në të tërthorazi për shumë gjëra. Ka shërbejmë, se pastaj? Më pas do të kemi në studio një koleg tuajnë, kur them koleg tuajnë, është dhe kolegu im, por po them me vitet e punës që ka, dhe me karrierën e tij televizive, Zoti Bejdo Malo. Po pse qesh kur tu Zoti Bejdo? Bejdo, Zoti Bejdo, mund t'i them Bejdo? Po Bejdo si kemi thënë gjithë. Oke, Bejdo. Përveç se ka 7.300 libra, 300 lule, ka dhe 16.000 video në Instagram.
Që është një video të mbledhura nga gjithë bota, se ja. I ka të vetat? Zoti Bejdo, edhe këtë serialasin mund të apostoj sot dhe mund të marrë mbi 1 milion shikime. Në fakt është i apasionuar me çdo gjë që... Pra arsyeja është që si ka mundësi që një person mbi të 50-ave, po themi, bën kaq shumë, është kaq vishet shumë bukur. Unë mendoj që Qofse kjo xhaketa e bardhë, që ke nxjerr fotografi, quhet vishet shumë bukur, do më ka vishet shumë bukur përveç. Unë shpresoj që mos vi me këtë xhaketë sot, sepse na ndon gjithmonë që sa herë që ai zgjedh vetë outfitin e vet dhe merr klikimet e veta. Po ti pak a shumë edhe ti me atë xhaketë e vesh sot. Unë kam një problem, sepse Beto bën një program në Shijak Televizion. Vazhdon akoma Shijak Televizion? Por, dhe tani na erdhi Betona. Po ku ti ftoi juve të Shijak, do shkoni? Është pak larg Shijaku. Se ja Shijak Televizion mes Tiranës, si thot pra. Që ka larg rrugë Durrësit është. Po pra. Pse di është Shijaku? Aha, kur filloi historia kole? 2013-ën. E kaloj e heqim edhe ato 3 vjetet e E ti në Shijak të vetë. Shijak ka qenë kur u hap 95-96 kur filloi punë Bashkim Hoxha në Shijak Televizion. Po erdhi që vitin tjetër erdhi këtu. O zot I ndjes. pa informuar, vjen keq, por nuk e di. janë E di të Shijak Televizion Shijak, janë shumë. Te kata rrugët e Shijakut, Shijak Televizion. Po. Kjo e di Klani qytet? TV Klani di televizioni qytetit Klan. Tash më vjen keq tash. Ma di dhe qytetin Klan nostalgji. Po. S'po flas se mund të zihemi dhe mos flasim më. Kur e ka filluar me dalë shumë shpesh te Klani. O koleg, njëherë ka qenë kombinat show. Je nostalgjik. Jam me Fricis ka filluar akoma kutia se do dalim bashkë. Nuk ka asnjë episod të ruajtur, koleg. A Nuk ka as për studio, as për reportazh. Sepse mbi ato kaseta me urdhër janë bërë lajme reportazhe. Ama. Të di dhe unë, po s'ka gjë. Hajde. I vjen historia pas. Ai ka një koleksion të veçantë prej 300 vazosh me lule. Kush? Bejdo, pra imi të Bejdo akoma. 300 vazo me lule? Po. Unë kam vetëm një dhe s'ka lule brenda. Ti i thanë të nuk u e duj. Po tjetër. Ai ka një përvojë shumë të bukur në gjithë karrierën e tij dhe kur e kemi pyetur ka thënë që përvoja më e bukur ka qenë me Enkel Demin tek Gazeta Republika. Bën shaka, ka qenë me Ylli Rakipin tek Gazeta Republika. Atë koleg me Enkel Demin. Pas ke skeletën do la. Po ka dhe një përvojë të keqe. Me Safet Zhulalin në Gazetën Ushtria. Po, se ka qenë drejtuesi Gazetës Ushtria. Tani më thuaj pak të lutem cili është Safet Zhulali. Ama. Unë dia Shijak të vën Shijak. E kupto. Jeton më ty, jeton në Safeti? Nuk jo. jeton. Prej shumë vitesh. Mirë, do flasim për një temë dhe një çështje të rëndësishme. Mbani shënim, sot është data 2 prill, hëna e plot. Është hëna e plot sot. E keni parë mbrëm që u ngritë raketë? Kulmon hëna e plot shenjë e peshores, koleg. Dhe kjo hëna sot do ju zbuloj juve, do shkoj deri në thellësinë e shpirtit tuaj, deri aty ku nuk ndrita, për të zbuluar të fshetat dhe të errtat. Koleg, pse nuk djesh? Kush do na i zbuloj? Kristiana Filip, ish avokate. Po. Ish avokate, nuk i pëlqeu profesioni ma, dhe prej 3 vitesh e studion me kohë të plot astrologjin. Tani, Kristiana do futet në thellësinë e shpirtit ton? Po. Ne jemi të martuar. Po, ju keni shpirt? Apo u kanë marrë? Jo, do më momentin që martohesh e dorëzon, apo jo, koleg, dhe ta kthejnë momentin që Të fshet keni ju. Okej. Po, koleg, Hona rëz. hëna e plot është në dash, në shenjën tënde. Jo, Se mban vetëm për shkencëtarti, prandaj. Kristiana nuk do na mësoj për astrologjin sot. Madje është një pjesë tjetër kjo, ku flasim për hënën e ritualet e këto gjërat. Që ka biblike kjo? Biblike është, po, hëna... Sot është hëna pink, hëna roz. Han pink, ë? Apo ka qenë brëm? Ka qenë brëm? Jo, sot. Sot. Hëna pink. Unë dëgjoj në radio, kur po vija nga ora 5 e mëngjesit, ke parasysh domun. Dhe do të kryejmë disa rituale. Gjishni sherebel, mernica hudra, grini. Unë dje piva i gotë raki, koleg. Nuk quhet. Pas kam po gabim. Po. Të pi dhe Ti sot? koleg, çfarë bën për hënë plot? Unë për hënë plot, atë bëj byrekun me lek. Ku diun Allah, që janë të hëna plot, hëna gjysëm? Nuk duket Allah nga dritarja ime. Kjo që është kohë e keqe, do më thënë. Do dalë hëna sot? Merë, do më
Si do jetë kohë? Do e kështu Pastaj hëna është thjesht aty ku është pa nuk është ka që rëndësish. Urdhë? Gjithë ditën kështu është edhe? Koha kështu është, koleg. Koha është... Kështu është as të lësho, a? E kuptoa. Sot është e njëjta, apo jo? Po, Në gjithë gjithë territorin e Shqipërisë. Gjithë ditën. Dhe rreth 5 mm shi, parashikohen. Po. Gjithë ditën e? Po. Ta kontrolloj dhe unë, se nuk ja kam besën fort. Po. Tani që i bën çek, me gjithë dijet e tua. Të lutem. Po, ka shumë Pas pak me Shirim Zaimin, Adelina Torbën dhe Eriselda Durmishi.